se çfarë realisht ky i fundit ka bërë që të mund të kishte një reagim të tillë. Por kujtojmë edhe një herë se zoti Goxhaj në pak minuta më herët pas daljes nga komisariati tha se është vizituar nga avokati i popullit komisariati numër 1 dhe sigurisht është tentuar që zoti Shabani të takojë protestuesit e shoqëruar, por këta të fundit nuk kanë pranuar ta takojnë atë. Sigurisht ne kemi qenë në pamje të drejtë për drejta me zotin Shabani, kemi dëgjuar edhe qëndrimin e tij, reagimin e tij në raport me gjithë situatën e krijuar ditën e sotme përpara parlamentit, po ashtu konfrontimet verbale mes tij dhe qytetarëve të cilët i kanë kërkuar llogari në një farë forme për të vjuar e për të qëndruar brenda ambienteve të komisariatit. Por në asnjë moment zoti Shabani nuk e tha dhe e citoi faktin që nuk është pritur nga protestuesit brenda ambienteve të komisariatit. Gjithsesi, ne do të presim edhe lirimin e 3 protestuesve të tjerë, të paktën kështu janë informacionet se janë në procedurë sipër të plotësuar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për lirimin e tyre, por deri në këtë moment që flasim, vetëm 3 prej të shoqëruarve janë liruar nga komisariati. Ka reagime të shumta, ndoqëm zotin Goxhaj, po ashtu edhe një tjetër qytetar të shoqëruar, të cilët thanë se ne do të vjojmë me protestat qytetare, pa konfrontime, pa dhunë, sepse nuk jemi ne ata që i duam këto lloj protestash dhe nuk jemi ne ata të cilët e kemi çuar këto protesta në konfrontime fizike, por është policia e shtetit dhe ky shtet i korruptuar dhe shteti i krimit, sekundër ata e kanë etiketuar qeverinë që e na drejton. Kështu do të shohim se çfarë do të ndodh më tej. Lironi çunat, lironi qytetarët, kanë qenë këto thirrjet, arrestoni kryeministrin Rama. Këto kanë qenë disa prej thirrjeve të qytetarëve. Jemi me një tjetër prej të shoqëruar, nuk e di nëse më dëgjon, është Shkëlzen Bushi, i cili ishte një nga të shoqëruarit nga policia gjatë paraditës së sotme në ambientet e parlamentit, është pranë meje. Shkëlzen, cila ishte arsyeja që u shoqëruan në komisariat? Ja u komunikuan arsyeën? Arsyeën në fakt as vetë nuk e dim, se si jemi shoqëruar në komisariat, thjesht na kanë tërheq kaq. Po çfarë ju kanë deklaruar në komisariat? Ju kanë dhënë një arsye pse ju po ju mbani në komisariat? Nuk kemi dhënë, nuk kemi pas asnjë arsye pse jemi mbajtur në komisariat. Thjesht kanë qenë duke u pa videot se kush si qysh tek janë pa dhe si dhe kush e ka bërë atë veprim, nga shteti apo nga... Ju në atë moment që jeni shoqëruar, çfarë po bënit? Asgjë, thjesht kam qenë duke ndarë polici nga protestuesit kaq, sikur kemi bërë gjithmonë. Ne kemi qenë ato çuna që i kemi bë gard dhe u kemi dalë me shpinë policisë shtetit për me mbrojt. Domethënë kemi vu veten tonë në rrezik për me mbrojt policinë e shtetit. Këto dinë edhe me tërheq zvarr, qofshin këto si janë. Ashtu tim edhe nërë me të rejtë zvarë. Si u kanë trajtuar në qeli? Si ka qenë trajtimi? Qeli, nuk është qeli. Nejse, qeli mund ta quajmë. Nga këto, s'kemi asnjë lloj ankese. Domethënë që 90 nga 100% që i mushëm, 90 janë njerëz me zemër dhe njerëz që logjikojnë, i 10% është normal se janë ato që e bon. Në shoqërimit kanë ushtruar dhunë ndaj jush, ne kemi parë video dhe një djali tjetër që e kanë tërhequr zvarr. Ndaj jush kanë ushtruar dhunë. Kam qenë njëri që po më shtrëngonte dhe kam dorën e endur akoma. Po tash i vni këtu dhe i thoja të lutem liro pak prangat, vetëm kaq, s'du gjë tjetër se po vi vet. Dhe sot në fakt e kam pas me shku te komisariati numër 2 për bashk, bravo, kemi qenë për me dhënë deklarat. Për me dhënë deklarat për ashtu, a e kupton. E thash, vi vetë, thash, nuk është problem, nuk është nevoja. Ti me më shtrëngu prangat. Një nga shefat, a kush janë ato? Shtrëngojnë i prangat. Tu se jam kriminal, unë me ftyrën, me emër, me mbjemër, me figurë. Gjitha janë me video. Populli shqiptar s'duhet, populli shqiptar nuk duhet me bëm mrapsh. Kaq, sikur bën dhunun, mund të dhunojnë edhe një femër që është mosh, edhe një vajzë që mund tjetë shtatzan, edhe një fëmijë që mund tjetë i vogël. Shumë e thjeshtë. Domethënë, nga e 100%, këto 10% janë kriminal për bashkë me 140 deputet të tjerë. Bravo, Rinaldo, zotëria që dëgjuam është personi i 4 i liruar nga komisariati? Komisariati i policisë.
ai ka deklaruar se në momentin që është shoqëruar nga policia, ishte duke u përpjekur që të ndante protestuesit nga policia dhe të mos shkaktuesh intencione, ashtu siç në fakt kanë deklaruar edhe dy të shoqëruarit e tjerë, Zoti Goxha dhe personi tjetër të cilin ne kemi intervistuar drejt për së drejti. Pra kanë qenë një grup djemsh të cilët kanë qenë mes protestuesve dhe policisë së shtetit, ashtu siç qëndrojnë në çdo protestë për të shmangur çdo provokim të mundshëm apo për të shmangur çdo incident dhe pikërisht ky grup ka qenë ai që është shoqëruar nga policia. Këto janë pretendimet e 3 prej të shoqëruarve, të cilët ne i kemi intervistuar drejt për së drejti në News 24, ndërkohë të tjerë qytetarë vijojnë të qëndrojnë përpara drejtorisë së policisë në pritje të lirimit edhe të 3 protestuesve të tjerë, të cilët janë shoqëruar dhe mbahen në ambientet e komisariatit numër 1 këtu në kryeqytet. Teksa kolegu Saliani vion të qëndroj përpara komisariatit numër 1, ne vjojmë që liruar 3 qytetarë, mbeten edhe 3 të tjerë për të liruar. Okej. 3 është numri i qytetarëve të cilët janë liruar sipas Reinaldos dhe presim dhe 3 të tjerë për të liruar. Janë në procedurë sipër për të plotësuar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe për lirimin e tyre. Mosbindje ndaj punonjësve të policisë. Po, në fakt do doja ta rikujtoj edhe një herë me kolegon Renaldo Saliani momentin e përshkazimit të situatës mes protestuesve edhe policisë së shtetit. E kam edhe një herë kolegon Saliani për të rikomunikuar edhe një herë me të, duket se ka rënë linja me të e vështirë komunikimi me Salianin si pasojë e zhurmave, po ashtu edhe... Po jena, të dëgjoj. Po, jemi bashkë sërish në transmitim të drejt për drejt, e kuptueshme në këto shkëputje të momentit. Është pak e vështirë të komunikojmë për shkak të zhurmave këtu dhe për shkak të brohoritjeve sa herë që lirohet së ndonjëri nga të arrestuarit. Okej, më lejo të pyes për të gjithë publikun që na ndjek, sepse po flasim për 6 persona të cilët sot janë shoqëruar në komisariat. E risjellim dhe njerë në vëmendje, çfarë shkaktoi konfrontimin mes qytetarëve dhe policisë së shtetit? Fakti që ata qelluan me vezë drejt makinës së zotit Braçe, apo ndoshta mund të kenë tentuar për të qelluar edhe ndonjë deputet tjetër të parlamentit shqiptar, kryesisht ato të maxhorancës? Realisht, çfarë solli agravimin e kësaj situate? Në fakt ka qenë pikërisht momenti kur protestuesit kanë tentuar që të qëllojnë me vezë në shenjë simbolike makinën e deputetit Braçe dhe në atë moment protestuesit kanë pasur një moment konfrontimi me policinë, efektivët e policisë që ishin aty kanë tentuar që t'i largojnë protestuesit që ishin duke qëlluar me vezë. Protestuesit nuk kanë pranuar që të largohen dhe kanë dashur që të vazhdojnë protestën. Menjëherë janë shtuar forcat tjera policie dhe i kanë larguar protestuesit, kanë formuar një kordon për të shtyrë protestuesit nga hyrja e parlamentit. Më pas një grup tjetër i efektivëve të policisë ka kryer ato arrestime që ne kemi parë, duke shoqëruar të gjithë ata që ishin të shoqëruar. Disa prej të rinjve që policia ka tentuar të shoqërojë kanë shpëtuar shoqërimit dhe janë larguar, të ndihmuar edhe nga protestues të tjerë, ndërsa 6 persona, 3 prej të cilëve u liruan, janë shoqëruar dhe janë marrë me forcë nga policia. Videot e shoqërimit ne i kemi parë, njëri prej djemve është tërhequr zvarr për afro 10 metra nga efektivët e policisë, më pas është trirë në tokë, është prangosur nga 3 apo 4 efektiv policie që i qëndronin sipër kokës dhe është marrë me forcë për t'u dërguar në komisariatin numër 1. Do të presim të shohim si është edhe gjendja e tij shëndetësore, pasi ai dhe 2 të tjerë nuk kanë dalende nga komisariati, nga pamjet që ne kemi parë ndaj tij sjellja ka qenë e dhunshme, pasi ai ishte vetëm një qytetar, një djalë i ri, i paarmatosur, ndoshta kishte vezë me vete, por nuk besoj që vezët janë aq të rrezikshme sa për të justifikuar gjitha të dhunë nga efektivët e policisë së shtetit. 4 efektiv policie që e kanë tërhequr zvarr djalin e ri, i cili vazhdon të ndodhet ende brenda komisariatit numër 1. Më pas,
Protestuesit në grup si që ishin kanë marshuar drejt drejtorisë së policisë të Tiranës, ku kanë kërkuar përgjegjësi për arrestimin e shokëve të tyre. Deri në atë moment nuk dihej as numri, as kush ishte i arrestuar. Ka qenë më pas deputetët Agron Shehaj dhe Eral Kapri, të cilët kanë ardhur, kanë marrë informacion në drejtorinë e policisë Tiranës. Ju kanë marrë të dhënat dhe vendin se ku ndodheshin. Rinaldo, duket se një tjetër protestues është liruar, Një tjetër i shoqëruar ka dalë tani. Nuk e di nëse do të mund të prononcohet zotëria, ka një koment. Marien, jemi drejt për së drejti në News 24. E kuptueshme, gjendja e... Ndoshta pak më vonë do të mund të marrë një prononcim po. Marien Quhej ishte një nga të shoqëruarit. Do të presim që të dalin edhe dy personat. Gjithsesi, nëse ti do të mund të shohësh të tjerë protestues, se dy të tjerë kanë mbetur që do të mund të lënë komisariatin, mund të na lajmërosh në mënyrë që të futemi në transmetim të drejtë për drejtë dhe të dëgjojmë në fakt se çfarë realisht do të mund të na thonë dhe komunikojnë për mediat. Po. Ndërkohë që, siç po thosha, po tregoja mënyrën se si rodhën ngjarja deri në këtë pikë ku jemi, protestuesit u zhvendosën më pas drejt drejtorisë së policisë të Tiranës, aty qëndruan për disa orë, protestuan, kërkuan lirimin e të shoqëruarve dhe kërkuan arrestimin e kryeministit Rama dhe Ballukut, dhe menjëherë sapo ata mësuan se të shoqëruarit ndodheshin në komisariatin numër 1, janë drejtuar duke marshuar përgjatë Unazës së Tiranës drejt komisariatit numër 1, të shumt në numër, të tjerë ju janë bashkuar gjatë rrugës për të ardhur këtu ku janë aktualisht përpara komisariatit numër 1 për të kërkuar lirimin e 6 të shoqëruarve. Deri në momentin që kanë bërritur protestuesit përpara komisariatit numër 1, nga komunikimet që unë kam patur, të shoqëruarve nuk është mundësuar as prania e avokatit të tyre. Ka qenë vetëm avokati i popullit Endri Shabani, i cili ka shkuar për t'i takuar, por siç e tha edhe zoti Goxhaj, nuk kam planuar që ta takojnë. Është duke dalë edhe njëri prej të shoqëruarve të tjerë. Kam përshtypjen